nga dita ku prokuroria ka kërkuar lejimin e arrestimit për krahun e djathtë të Edi Ramës, bashkëpunëtoren e tij në krim, Belinda Balluku. Dhe po sot mbushen 3 javë ku kryetari i kuvendit dhe 4 përfaqësues të tjerë të Edi Ramës në Këshillin e Mandateve fshihen një lloj si fshihen ata që kanë shkelur ligjin. Ky është një akt i paprecedent që nuk ka ndodhur kurrë në kuvendin e Shqipërisë, ku Këshilli i Mandateve të ketë marrë më shumë se 3 javë kohë për të shqyrtuar një kërkesë të ngutshme të prokurorisë, qoftë përpara kryerjes së reformës në drejtësi, qoftë pas reformës në drejtësi. Kjo edhe për faktin sepse ne në 118 i rregullores kuvendit që rregullon mënyrën se si funksionon kuvendi i Shqipërisë në rastin e kërkesave të prokurorisë për të autorizuar arrestimin e një deputeti, e trajton procedurën si një procedurë të ngutshme, si një procedurë urgjente. Konkretisht, rregulloria përdor termat kryetari i kuvendit njofton menjëherë, pra nënkupton një urgjencë në trajtimin e kërkesës, ka një afat brenda 2 javëve, brenda cilit Këshilli do duhet prodhoj raportin ku rekomandon dhënien ose jo të autorizimit për prokurorin, dhe po ashtu ka një afat tjetër të ngutshëm që rekomandimi i Këshillit vendoset si pikë e parë e renditditës të seancës pasardhëse. Deri më sot kanë përdorur si justifikim faktin që e pandehura Belinda Balluku ka kërkuar 3 javë kohë për të lexuar materialet. Ndërkohë që ju e dëgjuat, një pjesë për jush ishte edhe pjesë e konferencës fundvitit të kryeministrit, i cili deklaroi se e pandehura vetë dhe avokati i saj s'kan denjuar as tërheqin materialet në kuvend. Pra koha e kërkuar në kuvend 3 javë për të shqyrtuar provat e sjella nga prokuroria ishte alibia për t'u fshehur drejtësisë dhe jo një kohë e nevojshme për të përgatitur mbrojtjen përpara Këshillit Mandateve. Besoj e kujtoni deklaratën e kryeministrit, i cili pasi filloi të tregonte, dhe për këtë do duhet jap shpjegim kryetari i kuvendit se si kishte dieni kryeministri se çfarë përmban materiali sekret hetimor i sjell nga prokuroria. Gjithë shqiptarët ishin dëshmitarë që kryeministri filloi të tregonte se çfarë kishte materiali, sigurisht gënjeu, sepse nuk mund thoshte që aty kishte mesazhe për të, që aty ka mesazhe që implikojnë Edi Ramën në afera korruptive. Po foli për dokumenta procedurave që janë vetëm një volum nga 12 volumet dhe 80 provat që ka sjell prokuroria në materialin që është shpërndar deputetëve dhe ku secili prej nesh me përgjegjësi të plot e ka tërhequr duke nënshkruar deklaratën e prokurorisë për të ruajtur sekretin hetimor.